emancipimin ja kemi ofru dhe nuk jo mungon aja. E kanë frontin dhe horizontin e hapur për jetën e tyre, për zhvillimin profesional të tyre dhe për krijimin e familjes të tyre tani për tani. Dhe ato, kur po flasim për krijimin e familjes të tyre, sigurisht thonë që për prindit një nga ditët më emocionuese është kur martohen fëmijët. Më kujto pak çfarë këshille i ka dhënë Selimi vajzave dhe dhëndrëve në ditën e martesës. Vajzave sidomos. Ne jemi familje patriarkale, edhe duhet ta pranojmë si të tillë. Duhet kohë e kohë. Unë i shoh mediat e ndryshme edhe sociale, edhe televizive, edhe vizive, edhe të para, edhe të shkruara, sa shumë investohet në emancipimin e familjes. Sidomos të ne. Ne akoma jemi familje patriarkale, të cilët pytet vetëm aja vija mashkullore. Do shta nuk do të thëja që është fatkesi, nuk është e fatkesi se ne jektojmë në atë mënyrë. Mirë po, mbi të gjitha i kam thënë dhe i kam porosit vajzët e mia që ju duhet jeni të vetëdijshëm që shkoni në një shtëpi tjetër. Në atë shtëpi duhet të gjeni anëtarët e familjes të burrit juaj. Do të gjeni shoqërët, do të babën dhe nanën e tij, të cilat janë rritë juaj. Keni me gjetë motrat dhe vëllezërit e tij, nëse i kanë. Dhe i kanë shoqërët që i kanë. Do të ke konatat dhe kunetet. Ata duhet të trajtosh sikur axhallarët e tu, sikur motrat e tua, sikur vëllezërit e tu, se je në familjen tonë tani për tani. Atje ti krijon familjen të ardhmes tonë, krijon fëmijët e tu, krijon familjen e re. Dhe sikur që neve na respekton, duhet të respektosh edhe atë familjet e cilën e ke gjetë. Unë shpesh ndoshta për shakoj i ndëgjoj këtu dikush që thotë jo, unë nuk jetoj me prindrit e burrit tim ose nuk jetoj me prindrit e nusës time. Ku duhet përfundojnë ata njerëz? Po ndoshta ju që nuk i respektojnë, por thjesht zgjedhin privatësinë. Cilës sensi i familjes atëherë? Nuk është fillimi as fundi nëse martohesh, ke lindë fëmijët e tu, edhe tani ti ke kriju diçka tjetër duke e harru të kaluarën. Jo, ne duhet të majmë atë linjen vertikale që duhet të ndish kush është baba dhe kush është nana, vllau dhe motra, kush është vjeri dhe vjera dhe kunet dhe kunatet. Ata janë familja, se nuk është krijimi një familje vetëm mes burrit edhe nusës. Po lidhet një familje, lidhet një shtëpi, lidhet një familje, lidhet një fis. Dhe kjo është aja çfarë neve na ka mojtë edhe si këmbë. Lidhja familjare. Dhe i kam thënë dhe porosia dhe mesazhet e mia janë që fëmijët e mi, qoftë djalit, qoftë vajzat, duhet të respektojnë familjen e burrit e vet. Aja është një familje shnosh. Dhe këto në këtë pikë njerë për njerë i mi. Këto kanë qenë këshilla dhe uroj ta kenë fatin, patjetër lirisht ndihu rehat. Uroj ta kenë fatin ato dhe të gjitha vajzat kudo në botë. Ku do të qofshin ato? Po pra, ani pse jemi dëshmitar edhe të divorceve, të ndarjeve, biles edhe të atyre rasteve që shpesh herë i çojnë gratë deri në përjetimin e situatave më të pakëndshme për shkak të frikës, së paragjykimit të shoqërisë, nëse ndahen, se çka u thot baba, kur baba nuk i pranon më në shtëpinë ku ka jetuar më përpara. Si mendon ti? Pra si duhet të reagoj babai kur vajza i thot duhet ndahem për arsyet evidente cilat do të qofshin ato? Na jemi këtu dhe informohemi çdo ditë, shohim çdo ditë, jo vetëm te ne si popull, si kom, kudo të qofsh ato. Ka familje të reja të cilët martohen ndoshta pa njoftë partnerin e vet. Pa njoftë mirë. Dhe gjatë kohës atyre ju shfaqen ato anët të cilat nuk përputhën njëri me tjetrin. Dhe shumë normale që vihet deri te ndarje. Mirë po, këto duhet jenë familjet, ata të se duhet të ruajnë atë bashkësi të tyre, të krijem të familjes të re. Deri në një pikë sa nëse gjendet një